Kurani në Ebrë. Para se t'ja japim fjalën profesor Topolit, dua të them një dy pak fjalë edhe për profesoreshën e nderuar që kemi këtu, profesoreshën Francesca Bellino, profesoreshë e asociuar e këtij universiteti për gjuhë dhe letërsi arabe, e diplomuar në Universitetin e Torinos për filologji semite. Studimet e doktoratës i kanë mbaruar në Firenze, në një studim të gjerë mbi traditat më të rëndësishme dorëshkrimore të njohur si Gabzat Rad al-Kul, që i atribuohet Al-Bakrit, shekulli 13. Ndër vite, studimet e saj janë shtrirë në një fushë të gjerë të letërsisë gojore arabe. Është marrë posaçërisht me kozmografinë islame dhe ka përkthyer po ashtu vepra të rëndësishme të këtij lloji. Në hulumtimet e traditave të tilla, interesat e saj janë shtrirë në fushën e enciklopedizmit islam. Shpresoj të keni një fjalë edhe për enciklopedizmin islam shqiptar. Është nga të rëndësishme. Ka botuar studime për veprat enciklopedike me shqyrtime të aspekteve naturaliste, me përqendrim të mënyrat e transmetimit